kryetarët e federatave të sportit. Edhe tha, 45 minuta kemi kohë për asë. Cila sporti ynë më i miri? Gjithë i qunë krah asë njeni. Se Turqia të herës ka pas një stadium me bari. Që i ke lumi në për fush. Tha, unë bëllë muhabeti. Tha, qka kena me forcu? Futbolin, basketbolin edhe volejbolin. Dhe kush është treneri më i miri në botë për futbol? Atëherë ishte Jub Derval. Kujtohet? Po, morën, ka Gjermania morën shumë. Ata, kështu me gishtën të avolin, ata këtu. Kush është më i miri për basketbol? Tanjević, ai Bosnjaku kur u bë Jugoslavia fituese Olimpiadës. Ata këtu, edhe për volejbol, nga gjitha sportet. Po, çdo 3 sport. Edhe ata këtu. Mbledhja u mbyll. S'po bisedoj për lek. Turqia mas 4 vjetëve, në 2000, kur u bë e treta. Shojnë kaçe, po. 2002. 2002 shkojnë në gjysmë finale, kundër Brazil. Po du me thonë, Po, organizimi, ka mekanizma që. faktor dëshira. Ata s'kan ditë me hec, më besoni. Kur e fitoj Turqia, në 97 që fitoj Shqipëria në Turqia, 3-2. Shqipëria ka fitu shumë më përpara në Turqi. Po, atyre kur pa unë ndeshjet. Kundra Galatasaray të ekipeve më të mira që ishin me emër atë. Kjo është. Kështu që faktor është me të vërtet njeri. Me të vërtet njeri, ky që është faktor që e mbyll. Rozel, nuk nga tregove se me kë ishe tifoz. Në këtë kampionat botror. Jo, nuk e kemi pyetur pra. Unë e di, po thash për publikun. Kisha vendosur duesha me Portugalin. Edhe dhe para emisionit jemi Italinë. Edhe ti me Italinë. Tani po mendoj ta ndryshoj duke parë ndeshjen e sotme sepse nuk besoj që ka gjasa ta fitoj botrorin. Nuk e di i lëkundur. Jam shumë i lëkundur sepse mungoj Italia. Edhe nga profesioni besoj Italia. Mungoj Italia. Tifozi është tifoz. Kur të bëhet tifozi është tifoz. Sido që të jetë ekipi. Jo, se do me Italinë, po edhe unë. Unë jam gazetar sportiv. Edhe unë kam me 2 mendje të jemi Portugalin apo jo, Klodi? Edhe unë kam me 2 mendje të jemi apo jo Portugalin. Se do unë tifoz e Italinë. Tash të jemi Portugalin në këtë kampionat. Cristiano Ronaldo deri në fund, kështu që do shkoj deri në fund besimit tim. Jenë kundërshtim me Klajvin, kësë është Argentinas. Gjithës e bukur të shohim, edhe pse hera e fundit. Messi pse qau, nuk e di, shtypi s'tha gjë. Deri calota aty emocionale, a kishte ndonjë, nuk e di. Kishte pasur disa probleme personale, shprehur pas ndeshjes. Ka folur. Po. Ka folur një intervistë, është duke shprehur që ka pasur probleme personale dhe kjo ishte arsyeja sepse u përlat. Jo për gola. Jo për gola. Okej. Jo, një batutë e vogël. Rënjën të dy e ka nga Italia, pastaj ndahen tek degët, ai ka shkuar nga krahu Mesit. Nga krahu Portugalisë. Pastaj the për Messi, për Ronaldo dhe Messi ka nga Italia, se Messi do të shqiptar para cikosh. Janë tifozë të prezi i tretë, të gjithë e kanë besuar atë lajm.